jugore të botës, ku mbretëron heshtja dhe çdo frymë akulle djehet deri në palës. Jetojnë disa nga krijesat më të bukura dhe më të brishta të natyrës, pinguinët. Ata janë simboli i durimit dhe përkushtimit, duke përballuar kushte ekstreme për të rritur të veçlit e tyre. Por, sot kjo botë e bardhë e pastër është në rrezik. Ndryshime klimatike po shkrijnë akujt, duke zhdukur çdo ditë më shumë stren e tyre. Moti po bëhet i paparashikueshëm. Uji po ngrohet. Ushqimet që dikur ishte pranë, tashmë është gjithnjëherë më larg dhe udhëtimet për ta janë më të gjata, më të rrezikshme dhe shpesh të pafryeshme. Numri i tyre po bie, kolonitë po zvogëlohen. Disa specie janë në prag të vdukjes. Ne kemi ende kohë, por duhet të veprojmë tani për klimën, për tokën, për detin, për jetën. Sepse duke mbrojtur pinguinët, ne po mbrojmë të ardhmen tonë të përbashkët.